Të dashur shqiptar, përpara se sa të shikoni filmat e mi, duhet t'i lani syt me sapun dhe me ujë të ftohtë, sepse historia çdo zbulimi tim është e pabesueshme. Por vetëm kur e shikon filmin tim disa herë bindesh që është i vërtet. Thuhet në gjuhën shqipe që rrufeja nuk bie dy herë në të njëjtin vend. Ne do ta mësojmë që tek ilirët dalmat, emri i fisit të tyre, Derbanoj, ka rënë rrufeja atje disa herë. Më disa shekuj. Si gjeta unë rrufet e Zeusit që ai ka hedhur në Iliri, në Pellazgji? Çfarë janë rrufet e Perëndis Zeus? Për fat mirë, gjuhët marrin nga njëra tjetra fjalë. I huazojnë ato dhe i kanë huazuar të njëjtat fjalë në periudha të ndryshme historike. Po studioja hartën që ja ka përgatitur delegacioni grek Kongresit Amerikan për zhdukjen e Shqipërisë, mos pranimin e kufive të saj. Arsyeja kryesore janë toponimet. Toponimet janë shumë të rëndësishme, e kam thënë gjithmonë që në fillimin e filmave të mi. Por shqiptarët nuk kujdesen për toponimet. Madje, kryetari i Partisë Demokratike Sali Serbi dhe ish ministri i turizmit Edmond Spaho kanë miratuar një ligj sipas së cilit bashkiakët minoritar mund të ndrojnë emrat e fshatrave dhe qyteteve pa miratimin e parlamentit dhe pa miratimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Çka kanë bërë ata? Kanë vënë emra bullgar, kanë vënë emra grek në të gjithë territorin e Shqipërisë. Nga viti 2007 deri tani, dhe ky ligj është akoma në fuqi. Përsëri grekët përdorin këto toponime të reja greke për thënë që Shqipëria nuk është vendi shqiptarëve, është vendi grekërve, dhe këtë ata kanë bërë që me fillimin e historisë, që në shekullin e 8 para erës sonë, këtë kanë bërë grekët. Kanë vënë toponimet e tyre në Iliri. Kjo është e pabesueshme, kjo që ka ndodhur. Kjo quhet luftë etimologjike. Poemat e Homerit janë poema etimologjike që për ligjin ekzistencën e kolonive greke në Gadishullin Ilirik. E tmerrshme, çfarë janë poemat e Homerit? Janë mjet lufte. Grekët janë në betejë me shqiptarët që në momentin kur ata zbuluan shkrimin nga Fenikasit. Dhe emri i fisit Derbanoj është me origjinë greke dhe kanë vënë këtë emër 2 herë në Shqipëri. Për herë të dytë e kanë vënë në Këlcyr. Emri i Këlcyrës vjen nga greqishtja bizantine Kleisura, që pastaj u shqiptua Klisura, do të thotë vend i mbyllur, shteg mali. Është shtegu për nga erdhën trupat romake në mënyrë të fshehtë, në mënyrë të papritur dhe sulmuan nga prapa trupat maqedone të Perseut në vitin 170 para erës sonë. Por Perseu e quante ndryshe këtë vend në gjuhën maqedone. Emri Kleisura është vënë në periudhën bizantine. Pra veprat autorëve grek janë redaktuar disa herë. Dhe Kleisura vjen nga latinishtja e vonë, kur kishte vdekur latinishtja Clausura, vend i mbyllur. Kjo ka hyrë edhe në italisht, kjo fjalë. Pra, Kleisura
klausura është vend i mbyllur, një shteg i ngushtë midis dy malesh, ku mezi hyn ata që merren me banditizëm, me gjëra të ndaluara, me tregti të paligjshme, por edhe me dele, me bakti, aty i kalojnë në shtigjet e maleve. Dhe ky shteg në kulturë, edhe sot e kësaj dite, quhet klejsura në dokumentat greke. Dhe ata e paraqisin këtë në Senatin Amerikan dhe thonë, kjo është tokë greke, kultura, sepse është me origjinë nga greqishtja klejsura. Ky dokument i paraqitet Senatit Amerikan në vitin 1919. Emri i dytë në greqisht për kulturën është Derbeni. Çdo thot Derbeni, të dashur shqiptar, fjala Derbeni vjen nga turqishtja. Derbent. Derbent i thon shtegut të ngushtë. I thon një fortese që mbron shtegun e ngushtë. I thon rojeve që mbrojnë shtegun e ngushtë. Kjo fjalë vjen nga gjuha perse në turqisht. Ekziston e sot e kësaj dite fshati Derband në Turqi, që dikur ishte pjesë e perandorisë së Persisë. Ky fshat Derband është pikërisht në mes të maleve dhe shtegu ku kalon rruga për në këtë fshat quhet Derband në gjuhën perse. Kjo është shumë qesharake. Fjalë për fjalë vjen nga Darband. Dar i thon derës në gjuhën perse. Tani grekët thon shumë bukur, fjala der pas ka hyrë nga gjuha perse në shqip. Fjala der është dar në gjuhën perse. Dera. Kjo është një temë tjetër, një film tjetër. Por argumenti i grekëve është ky, që fjala der ka ardhur nga gjuha perse, vonë. Fisi i lirë Derbanoj e merr fjalën dar dhe e bën der gjithashtu. E pabesueshme. Emri i fisit Derbanoj në Dalmaci vjen nga fjala der, që në shekullin e 8 para erëson, por është emër grek, që vjen nga persishtja. Fjalë për fjalë, Darband do të thot dar, der, banda e mbyllur. Angusht, shteg i mbyllur. Një lloj si latinishtja klausura dhe helenishtja klejsura, origjina e kulturës. Pra, emri i kulturës ka të njëjtin emër, të njëjtin kuptim si emri Derbanoj, i lirëve Derbanoj në Dalmaci, por është emër grek që e kanë marrë nga persët. Ka hyrë kjo fjalë në gjuhën greke shumë herët, takimi i grekërve dhe persërve për leshit e tyre në fshatin Derband, në Azinë e vogël, në Turqinë e sotme. Pra andej i futet kjo fjalë me kuptimin fortesë që mbron një vend të mbyllur. Ishte fortesa e dalmatëve, Darbanoj. Është fjalë greke, fortesë që mbron shtegun e malit. Këtë shteg mali e shfrytëzon Oktaviani, Augusti dhe i shkatron fisin Derbanoj. Është duket nga historia, komplet. Këta i lirë kishin pra një fjalë greke që ne nuk e dim. Deri në këtë moment që bën këtë film për ju tani, asnjë shqiptar, po jo vetëm shqiptar, austriak, gjerman, italian, as edhe grek, nuk e ka ditur që emri i fisit Derbanoj do të thotë shteg i mbyllur në gjuhën perse dhe ka ardhur nga greqishtja. Domethënë, kanë folur greqisht këta i lirë, se ne shqiptarët nuk e dim ç'do të thotë Derbanoj. Ne kemi fjalën derven,
shteg i ngushtë, ose mbrojtës i kështjellës, dervenxhi, është edhe në shqip nga turqishtja, por turqit e morën më vonë nga persët përsëri. Në shekullin e 12-14, kur pushtuan Azinë e vogël. 90% e fjalorit të turqishtes është nga persishtja, sepse turqit vetëm milnin pelat në shkretëtirat e Azis, do më thënë fjalori i tyre ishte shumë i rrudhur. E të mërshme kjo që ka ndodhur. Pra, Rufeja ka rënë 2 herë në Shqipëri. Një herë në shekullin e 8 para Rëson, me fisin i lirë Derbanoj, dhe pastaj për herë të dytë në Këlcyr, Derveni nga turqishtja, që ka hyrë në greqisht. Emri Këlcyrës është Derbeni. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Kjo që ka ndodhur. Tani si e bëron këtë zbulim? Është e pamundur të bëhet një zbulim i tillë. Unë mësova sekretin e Norbert Joklit. Kur e pyesnin Joklin se si bën zbulimet e tua, ai ju thoshte të gjithë miqve të tij përdor algoritmin simbolik. A ç'është algoritmi simbolik? Çfarë bënte Jokli? Në kohën e Joklit nuk kishte kompjutera. Dhe ai krijonte sirtare në një bibliotekë dhe në çdo sirtar të veçantë fuste fjalë që fillonin me të njëjtën shkronjë. Pra, ai kishte rreth 36 sirtare, shkronjat e gjuhës shqipe, dhe në sirtarin e parë fuste fjalët me A, në sirtarin e dytë fjalët me B dhe kështu me radhë. Bënte renditjen alfabetike të fjalëve të ndryshme nga gjuhë të ndryshme në gjuhën shqipe, po ashtu edhe në gjuhën ilire, dhe shikonte ngjashmërinë e këtyre fjalëve, a kanë ndonjë burim të përbashkët ose jo. Në fjala Derbeni ose Derbant ka hyrë në të gjitha rusët, Azerbajxhanët, Uzbekistanët, në të gjitha këto vendet që kanë pasur takim me persët. Dhe kjo është arsye që Sudia thotë që shqiptarët vinë nga Azerbajxhani, për këtë fjalë Derbeni. Vërtet, kjo vjen nga turqishtja në shqip, por është dhe në greqisht, siç e shikoni. Pra edhe grekët duhet ishin nga Azerbajxhani. Kjo fjalë është dhe në gjuhën e Azerbajxhanit, Derbeni, do thotë shteg i ngushtë. Pra shikoni, kjo fjalë ka hyrë nga gjuha perse në të gjitha gjuhët në kontakt me persët, në periudha të ndryshme historike. Ka hyrë në shekullin e 8 para Rëson në greqisht, është bërë emri i fortesës Darbanoj, mbrojtja e shtegut të malit, në malet e Kroacisë. Është bërë pastaj më vonë emri i Këlcyrës, Derbeni, shteg i ngushtë. Po ka hyrë në të gjitha gjuhët në kontakt me persishten, përfshi edhe gjuhët turke. Kjo fjalë ka depërtuar disa herë këto rrufet e Zeusit, që ai ka lëshuar me shekuj me emrin Derbeni. Ky është algoritmi simbolik i Joklit, këtë bënte ai. Ky ka qenë sekreti i madh i Joklit. Këtë kam shfrytzuar dhe unë. Është kaq e thjeshtë, renditja e fjalëve në mënyrë alfabetike. Unë e kam thënë në çdo film që kjo është inteligjenca kompjuterike. Nuk ke nevojë për kompjutera për një gjë të tillë. Ke nevojë për 36 syrtar, një mobilje të madhe, dhe në çdo syrtar të vësh fletë të ndryshme me emra vendesh që fillojnë me të njëjtën gërm. Kaq e thjeshtë. Kaq banale. Do ta shikoni vetë tani se sa e thjesht është algoritmi simbolik.
Ky është algoritmi simbolik. Të dashur shqiptar, ky është algoritmi simbolik. Ky është emri i këlqyrës, që vjen nga greqishtja kleisura, që do thot vend i mbyllur, shteg midis malesh, dhe është shpjegimi nga latinishtja klausura, emri i këlqyrës, dhe derbeni, nga turqishtja, shteg i mbyllur. Pastaj në kërkojsh do thot derbeni, do thot vend midis dy malesh në gjuhën perse. Nga fjala dera ose dara, një lloj si në shqip, dhe kjo është ironia e fatit. Kjo fjalë është përdorur në Testamentin e Ri, sepse pikërisht në këtë vend derbeni ishte një vend i një populli që quheshte Luka, një vend ku jetonin pasardhësit e hititëve, që flisin një gjuhë të ngjashme me shqipen, edhe ata përdorin fjalën dara dhe dera për derën. Dhe sot të kësaj dite, pra, gjuha shqipe është ngjashme me gjuhën hitite. Kemi thënë në disa filma të tjerë që fjala mjekër në gjuhën hitite është zamankur, në gjuhën Latvias është smekra. Tani, siç e shikoni, Derbaois ishin pikërisht banorët e Derbës. Ky fshat në Azinë e vogël me origjinë perse. Kjo përkon me fjalën Derbanoi, ilirët e Dalmacis, mbrojtësit e kështjellës. Darba, në gjuhën e dialektit dorik, derbe në gjuhën e dialektit atik. Kjo është origjina e fjalës derbe. Është emër i përdorur në disa vende të ndryshme nga perandoria bizantine. Pra, Derbeta është gjithashtu një vend ku është përdorur origjina e fjalës derba dhe ishte tirani i kësaj province që quheshte Derbeta. Po ashtu, ky vend quhet Derbikes, nga Derbikos, si derba në gjuhën greke. Pra në disa vende me këtë emër grek, dhe kjo ka hyrë në turqisht, Derbenxhi, mbrojtës i shtegut midis maleve. Derbend i thon pikërisht një fortese që mbron shtegun midis maleve. Në gjuhën turke, Derbenxhi quheshin arnautët që mbronin shtigjet e maleve dhe merrin një taks më të ulët ose ju hiqej taksa. Pra ishin si lloj mercenarësh për turqit. Kjo është fjala Derband dhe Darband në gjuhën e Persisë së vjetër, që është origjina e fjalës Derbanoi, banorët e kështjellës, por në gjuhën greke. Gjuha shqipe nuk e ka këtë fjalë, ne nuk e dinim ç'do thoshte fisi i lirë Derbanoi, deri në këtë moment që po shikoni këtë shteg midis dy malesh. Shikojeni mirë sepse ky është algoritmi simbolik. Kjo është e tmerrshme. Kjo fjalë ka hyrë në gjuhën arabe, Darband, nga persishtja me të njëjtin kuptim. Ka hyrë në gjuhën e Dagestanit, ka hyrë në gjuhën e Azerbajxhanit me të njëjtin kuptim, Derband. Pra vjen nga fjala der, i thon derës në shqip edhe në gjuhën perse, dhe band i thon e lidhur, e mbyllur. Der e mbyllur, fjalë për fjalë, shteg i mbyllur. Kjo fjalë ka hyrë në gjuhën shqipe derven, ka hyrë në gjuhën greke derbeni, ka hyrë në gjuhën maqedone derven, ka hyrë në gjuhën serbo-kroate derven, madje ka hyrë dhe në anglisht Derbent. Kjo është krahina e Derbentit, ose në persisht Derbant. Është origjina e fisit i lirë Derbanoi. Ky është algoritmi simbolik, shikoni mirë. Këtë bënte Jokli, këtë që bëra unë. Pra nuk ka nevojë të kesh kompjutera, mjafton të kesh 36 sirtar me gërmat e alfabetit të gjuhës shqipe, dhe ky është gjithë sekreti i algoritmit simbolik. Kështu është krijuar fjalori gjuhëve indo-europiane.
Të vjen për të qarë dhe për të qeshur që këto janë dhe kuptimet që kanë hyrë nga gjuha perse. Ka kuptimin në rrugë ngushtë, por ka dhe kuptimin e banditëve që përdorin rrugën e ngushtë për tregti ilegale. Pra, mund t'jetë dhe sharje për ilirët. Derbanoj do thot banditët e maleve. Ilirët as e kanë ditur ç'do thoshte derbanoj deri në këtë moment që unë po bëj këtë film para syve tuaj. Absolutisht, as grekët se kanë ditur fare. Tani, këtë fjalë e ka përdorur për herë të parë Apiani. Ky është teksti origjinal, i kopjuar nga unë, dhe është përkthyer në anglisht. Përkthimi është bërë nga amerikanët. Është përkthimi sakt, dhe ata nuk e dinin dhe nuk e din ç'do thot derbani ose derbanoj. Pra, kjo fjalë shpjegohet pjesërisht në fjalorin e Stefanosit të Bizantit, ku thuhet që derba është gjendur pikërisht pranë persëve. E kuptoni apo jo? Tani ata ndryshojnë këtë fjalë me dëllinj, sepse ngjan me fjalën dëllinj në një gjuhë tjetër të folur atje, në fakt me gjuhën shqipe. Dhe do ta diskutojmë këtë në një film tjetër. Dhe ata e ndryshojnë emrin e vendit në Arkeuthe, sepse ky është emri i dëllinjës në gjuhën greke. Pra grekët i ndryshojnë emrat disa herë. Emrat e fisëve ilire kanë ndryshuar shumë herë nga grekët, por emri i fundit ka qenë derbanoi, me kuptimin mbrojtësit e kështjellës në greqisht. Pra, ilirët as që kanë ditur nga vjen emri i fisit të tyre. Kjo është prova e fundit, finale, që ilirët nuk e kanë ditur ç'do thot drilon, që do thot organ mashkullor dhe përdoret sot nga shqiptarët për emrin e fisit të tyre, driloni, krahina e drilonit, emri i drilonit i shkurtuar në drin. Pra, shqiptarët janë drilonas. Nuk e kuptojnë që të gjitha emrat e fisëve ilire vinë nga greqishtja. Pra fiset greke kanë sunduar Shqipërinë që nga shekulli 8 para erës sonë. Ndoshta është folur shqipja, por është folur nga sklevërit. Klasa sunduese ka qenë greke. U bindët tani, kjo është derba e vërtet. Harta e derbës, nga vjen emri derbanoj dhe derbeja. Është e sigurt, vjen nga fjala der, që i thon derës, dhe band do thotë mbyllur në persisht. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore të dashur shqiptar. Nuk gjej dot fjalë. Më vjen shumë keq për ju të gjithë, sepse janë bërë disa libra autorësh të njohur europian që çdo fjalë greke që ata nuk e shpjegojnë dot nëpërmjet gjuhëve gjermanike, thonë që është para greke pellazge. Këto janë fjalët pellazge që ata nuk i shpjegojnë dot, janë fjalë nga gjuha perse që kanë hyrë në greqisht. Të dashur shqiptar, është ora 3 natës, të gjithë po flen, është momenti më i bukur për të bërë një film, sepse është qetësi e plot, qentë nuk po lehin, makinat nuk lëvizin. Kjo është një sakrificë e madhe që po bëj për ju, që i bëj filmat natën. Këtë gjë ka bërë një njeri mrekullueshëm që ka bërë filma audiobook për shqiptarët. Violeta Volumi është emri i saj, ka bërë me qindra libra për ju, me një dashuri të pashoqe për gjuhën shqipe dhe unë e përshëndes. Këtë kam bërë dhe unë. Kam bërë me qindra mira filma për gjuhën shqipe, gjatë natës, në qetësi të plot, që ju ta dëgjoni qartë çdo fjalë timen. E pabesueshme kjo që kam bërë, një sakrificë e jashtëzakonshme, falas çdo gjë. Pra, gjuha pellazge janë fjalë të panjohura në greqisht, që kanë hyrë në gjuhën greke, me origjinë jo gjermanike.
Nuk ekziston populli pellazg. Po ashtu algoritmi simbolik është renditja e fjalëve sipas alfabetit. Dhe krahasimi me fjalë të tjera në gjuhë të tjera të ngjashme. Ky është algoritmi simbolik. E kuptuat apo jo? Turbo-albanët kujtojnë se algoritmi simbolik është ndarja në copa e fjalëve greke dhe ilire dhe shpjegimi i tyre me fjalë monosilabike të shqipes që u krijuan mbas rrëzimit të perandorisë romake. Gjuha shqipe është krijuar mbas rrëzimit të perandorisë romake, shekulli i 4 dhe i 5 i erës sonë. Atëhere ka lindur gjuha shqipe. Para kësaj date nuk ishte gjuhë shqipe dhe ju nuk do gjeni absolutisht asnjë lloj vari me emër shqiptar. Kurrën e kurrës, sepse s'kishte gjuhë shqipe para shekullit të 5 të erës sonë. E kuptoni apo jo? Ashtu siç nuk kishte gjuhë turke para shekullit të 14, sepse fiset turke u futën në Azi dhe 90% e fjalorit të turqishtes është nga gjuha perse, e vjetër, përfshi dhe fjalën derbeni, derbent, që është origjina e fisit i lirë, derbanoj. Kjo është çmenduri, kjo është si një roman fantastiko-shkencor. Por është e vërtet. Historia e Shqipërisë është kaq e shëmtuar, kaq e sunduar nga grekët, sa që mund të themi pra që nuk ekziston gjuha shqipe para rrëzimit të perandorisë romake. Nuk ka gjuhë shqipe. Arkeologët shqiptar kanë rizbuluar qytetërimin grek në të gjithë gadishullin ilirik. Kanë bërë krimin më të rëndë. Nuk ka nevojë të gërmosh tokën fare, mjafton të hapësh fjalor, të shikosh që emrat e ilirëve janë me origjinë greke të gjitha. E tmerrshme. Në fakt, ky është zbulimi më i mëndzyrshëm, sepse ka rënë Rufeja 2 herë në Shqipëri, në Këlqyer, ku quhet Derbent në turqisht, dhe Derbanoj tek ilirët, shekulli 8 para erës sonë. Të dyja vendet kanë të njëjtën origjinë nga gjuha perse. Derba. Fshati Derba. Fjalë pellazge që ka hyrë nga persishtja në gjuhën greke, pra nuk ka pellazg. E kuptoni që ju jeni të gjithë të çmendur. Nga fillimi në fund. Të gjithë shqiptarët. Mirupafshim, o njerëz të marr në filma të tjerë shkencor.